Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Ai i di të fshehtat e atyre që i fshehin, bisedën e fshehtë të biseduesve të saj, motivin më intim të atyre që kënaqen nga hamendjet, garancitë e vendosura, romuzet e vështrimeve, përmbajtjen më personale të zemrave e thellësitë e të panjohurës. Ai di gjithashtu çdo gjë që thuhet në vesh, zahiret verore të milingonave, folet dimërore të insekteve, dënesën e mbytur që pas velit të një femre dhe fshfërimën e hapave. Ai di po ashtu çinjolla ka faqja e brendshme e cipës në një gjethe, strofkat e fshehta të egërsirave në përshpella, male dhe lugina, brimat ku fshihen mushkonjet në përtrungje pemësh e bimësi moçalesh, vendet që mugullojnë syth në çdo deg pemësh, fati në çdo pikë fare të derdhur në kanalet gjinitale, avujt e tej dukshëm që sa ngrihen nga faqet ujore si dhere të mëdha gjigande me gjithë pikat e shiut në bark të tyre, thërmiat e pluhurit që merr me vete një shkulm ere, sinoret e fshira nga përmbytjet e shirave, lëvizjet e insekteve mbi pirgjet e rërës, folet e krijesave fluturuese në gërgjet malore dhe cicërimin e zogjve llafazan në gjysmëterin e skutave ku kloqisin.